Mirëmbrëma të dashur ndjekës të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, përgjigjja e profesor Pullumpi Linçit për planet e eliminimit të tij, Rusia angazhon dron për të vrarë. Profesor, ju keni javë që merrni ftesa nga televizionet të ndryshme. Pse vendosët të pranoni ftesën e Klan Kosovës, kur ju e dini që do ishte intervistë tendencioze? Mirëmbrëma të dashur shqiptar, si që jeni në Amerikë, atje është ora 12:20 po thuaj, po ashtu edhe shqiptarët që janë në përbot, janë emigrant. Të dashur shqiptar, unë kam thënë gjithmonë realitetin, po dikush që si vinte mirë, bënte prahapje që Linçi çdo gjë që thot nuk janë të vërteta. U kam thënë që do arrestohen, u kam thënë që s'ka zgjedhje, edhe vërtet nuk kishte zgjedhje, kishte emërime private të dyja partitë, edhe Evropa e tha të fundit që nuk ishte zgjedhje. Pra, gazetarja po më pyet dhe po më thot që gjithë televizorët kanë kërkuar dhe për çfarë arsye nuk e vajtur. Të dashur shqiptar, të gjithë televizorët më kanë ftuar, sidomos Klani, Top Channel, televizori, i them gjithmonë, televizori Italianit, televizori Vision Plus, News 24, këto televizorë që zura unë edhe tjera A2, janë televizorët që i shërbejnë Serbit dhe Grekut. Po ashtu dhe ata gazetarë të quajtur, që janë mbi 50 vjetë, ata janë jo vetëm spiuna që po, po çfarë si kanë bërë Shqipërisë në kohën e Ramizit, ata janë ata që veshën pardesyt e bardhë, ata janë që kanë përçarë ju në për televizor, ata i kanë bërë televizorët që po qesh gjithë bota, sepse shqiptarët kanë një karakter, kanë një zakon, që se ka asnjë në botë. Jemi një gjak, jemi një fis, jemi të vetmit në tërë botën, jemi një fis pavarësisht se kemi 3 fe, por ne jemi një. Kjo është feja jonë, flamuri. Të dalë një pyetja e gazetares dhe e shoh në tu foton, mua më ka bërë shpeshherë Klan Kosova. Me ka bërë vazhdimisht. Sot, u vajta me qëllim. Sepse dhe ata më kërkonin dhe kam ngulur me qëllim. Unë e di që ai televizori është bashkëpunëtori sërbëve. I zotit ti që hapi dhe ashiti tjetrit për manevra që bëjnë. Ata më thretën, por harruan që Linçi e një mirë gazetarin, e një mirë politikën, ata ishen të rinj, mendonin që të deformonin, por nuk deformonin dot. Unë thash realitetin dhe të vërtetën, unë thash gjithë shqiptarëve të mi të Kosovës, ata janë shqiptarët e mi. U thash realitetin dhe ata e dëgjuan dhe po e dëgjojnë. Pra, unë e bëra qëllimisht vajta dhe i djali i ri gazetari më bënte pyetje pamarësisht se dikush para ati ne i dim, si u kam të ndashur shqiptar. Ne dim e ngjyrper kur hidhet në tokë, në përmale, që nuk e gjen dot njeri, jo në studio, që ajo studio TV Klani, e dini pse e ka emrin TV Klani? Është i klaneve. TV Klani është këtu. TV Klani i Kosovës i thonë atje. I njëjti, të njëjtit brumë, të njëjtit vende, të njëjtit gazetarë që janë, ata nuk mund të them për ata, se janë 2 të rinj, sidomos ajo vajza që më bëri, që mu lut dije dhe sot përsëri, dhe unë i dhash fjalën do vetë. Ata janë djemë të rinj. Unë kam shpresën si ai gazetari i ri.
pavarësisht se ai ishte i sforcuar që të bente dhe më në fund, e tha një fjalë që i tha përpara, ne e dëgjomim, qa veprime, e tha fjalën e fundit që pavarësisht se bëre, po edhe moshe vjetër. Unë o kam thënë shqiptarëve, unë janë shumë i ri. Unë di të gjitha gjërat. Dhe të bëj Shqipërinë të dashur shqiptar, erdhi koha, siç u kam thënë arrestimet, dhe sot ka shumë lajme, nesër do shihni më lajme, të hen do shihni shumë arrestime. Unë po e dëgjoj gazetaren çfarë më thot, unë i kthej përgjigje reale dhe i kthej përgjigje atë që di unë. Gjia. SPAK hedh prangat. Belinda Balluku merret në nënhetim. Profesor, ju keni lajmëruar disa herë që Belinda Balluku do arrestohet. Dhe sot ajo merret e pandehur nga SPAK. Profesor, a keni ju informacione për situatën e zonjës Balluku? Më falni shqiptar, mund ta vini prapa të foton? Të dashur shqiptar, ju e lexoni vetë, për këtë më të rritën, është bërbujo Pëllum Pilinçi, si që shkruajnë ata, plan për të eliminuar nga Rusia, nga dronet e të tjerë. Përgjigja ime ishte që të dashur shqiptar, unë nuk e kam shkruar atë. As e kam shkruar asnjëherë. Pilinçi çdo gjë hapur. Ai më bëri dhe pyetje të dashur shqiptar, që i gjithë ata që punojnë kush i paguan. Përgjigja ime ishte se të gjithë janë vullnetar. Po unë nuk kam vetëm këta dashur shqiptar që duken barigardët, o janë këtu sekretaret me radhë, televizori. Unë kam qindra dhe qindra. Me çdo qeveri, me çdo ministri të Shqipërisë, në rrugë, me çdo vend, në juristat, që janë në mënyrë të fshehtë, që e duan kombi shqiptar. Kosovë, Maqedoni, në për Evropë, kudo, kemi dhe degën speciale më disa shtete të Evropës. Unë va kam thënë dashur shqiptar që qeverinë e kam krijuar, pavarësisht se s'kemi vajtur këto ditë e mund të vem në zyrat që t'i shërbejmë Kobit, po unë kam thënë 13 sekretarë dhe 3 drejtorë. I pari do t'jetë drejtori i policisë, për policinë, i dyta që sot quhet Byroja Kombëtare, do t'jetë FBI-ja shqiptare. Dhe e treta që ka mërndësi për glopin dhe për Shqipërinë, për krajen e shqiptarëve, për mbrojtjen e shqiptarëve, për dalë me sukses, është drejtoria e inteligjencës shqiptare. Ajo do t'jetë tamam si CIA, por është -13. Pra, për këtë kam bërthjerje dhe e keni derën hapur, kur të doni të vini të regjistrojeni për t'i punuar për kombin tuaj, për Shqipërinë tonë, për Shqipërinë me kufi natyrore. I drejtojmë edhe një herë këtë pyetjes? Okej. SPAK hedh pranga, Belinda Balluku merret në nënhetim. Profesor, ju e keni lajmëruar disa herë që Belinda Balluku do arrestohet, dhe sot ajo merret e pandehur nga SPAK. Profesor, keni ju informacione për situatën e zonjës Balluku? Të dashur shqiptar, erdhi dita juaj e gëzimit të një dasme të madhe në Shqipëri. Unë e shoh për besën e Ballukut, Beqir Ballukut. Nuk kam gjë për të thënë për keq për atë. Ajo ishte më mirë të rrinte në Greqi ku punonte, por hyri mi i valle që si takonte. Zvendas kryeministja duhet të arrestohej para 6 muaj dashur shqiptar. Jo sot. Por pengesën e kanë sjellë KLP-ja. Ata 11 veta që i thash që do të nxjerrë fytyrën sot unë atyre. Ata i kanë nxjerrë pengesat e arrestimeve. Edhe ata të quajtur gjyqtar të kushtetutës, që gjysmi tyre
është me George Soros. Po dhe këta e dhanë urdhin. Kryetari i SPAK-ut, Balluku nuk ka vajtur një herë dashur shqiptar shumë herë. Ka vajtur me avokat më parë. Sot i thanë për arrest. Dhe janë dy rast, po unë po i them SPAK-ut të më dëgjoj. Thot për arrest tamam si atë ministrin e shëndetësisë. Sepse apo arrest si puna e Berishës, që e hypë në katin e 8. Mendojnë thonë, mos e ka thënë Kelepeja, unë do të marrë vesh sot, mos i kanë thënë që ta besh si ministrin, sepse do koho të vej në parlament. Ju të SPAK-ut po më dëgjoni. Ju të Kelepes po më dëgjoni. Dhe ju të Kushtetutës po më dëgjoni që këta nuk kanë imunitet. Kanë 2 vjet e gjysmë që është hequr imuniteti i deputetëve. U hoq me ligj, por në parlamentin e tyre. Pra, i SPAK-ut e di që s'kan imunitet, po u thua atyre që të kanë thënë 11 veta, urgjent, dreqe në burg, e nuk do dalin. Po dashur shqiptar nuk është vetëm Balluku. Janë mbi 10 ish ministrat të Ramës. 6 që janë sot ministra, që ka caktuar ai, së bashku me atë Matufin, që e quajni president të emëruar, i emërovi një nga një, që zgjedhje nuk u bën. Ja pra, edhe zgjedhjet nuk u pranuan. Atë që kam thënë unë, ka vetëm arrestime dhe këto ditë dashur shqiptar ka arrestime, ne jemi gati për të shkuar në punë për të shërberë kombit. Pra e njerë kërkoj të vinë çdo të ri, jurist, inxhinier, doktor, sa më parë ata që duan kombin e Shqipërisë. Ne kanë erdhur me qindra nga jashtë. Belinda Balluku merret e pandehur. Gazmend Bardhi i drejton SPAK-ut 5 pyetje. Profesor, ju keni thënë që punët e SPAK-ut nuk i di as vetë SPAK-ut deri në momentin e fundit që bëhet arrestimi. Nga e mori vesh zoti Bardhi? Dashur shqiptar, u dalën si ato kërpudhjet që dalën në përmale, që shurrisen kafshët edhe dalën kërpudhjet më të lartë. Ky fytyrë që shihni ju, që quhet Bardhi, Gazmend Bardhi, ai ishte non grata. SPAK-u e ka për të arrestuar edhe atë. Dhe na doli sot, e na thenka që do arrestohet filank. Edhe thot, jam kryetari i 50 deputetëve të Berishës që 47 nuk i njeh njeri, i emëruan. Pra, ky zotnia nuk dua të humbas kohën me këtë, po tipat e këtij personi që i kam thënë në Berishës 1000 herë, këta tipa Berish të ul autoritetin, që ishe doktor, me familje, këta tipa të kanë rrëzuar, të kanë futur me një lum që nuk e lanë as deti. Këto fytyra, të kam thënë më përpara, largoj se këto fytyra janë spionët e të huajve. Këto fytyra të dëmtuan, këto fytyra ul autoritetin tuaj. Pra ky gazetare që s'di edhe nuk di absolutisht asgjë, dhe vetë SPAK-u persona nuk i din të gjitha. Ato vinë nga byroja kombëtare dhe Ballukun e arreston byroja kombëtare, jo policia. Pra, janë me qindra dashur shqiptar. U erdhi dita, ju i njihni mirë këto fytyra që dalën, ja këto fytyra dogjen karriken, këto fytyra dogjen parlamentin, këto fytyra hidhin rrota
para Bashkisë të Tiranës, këto fytyra që si ndjek me njeri nuk vete as familje vetë. Ky bardhi po tjetë i menqëm, le të dilte, as një votë smirte. As një nga këta PD-ja s'marrë votë, sepse e shkatruan Shqipërinë, si PD-ja dhe PS-ja, këto ditë, unë u thash, mos rrinë të veshur, se eshin fjalë, kur arrestonin dikur në Shqipëri, thoshin rri veshur, jo. Kominoshet, do t'i presëm edhe me gësherë, që të hyj era më të katranët. Ate që u kanë bërë juve, ate që u kanë lënë pa fëmijë, ate që u kanë marrë pasurit me atë 7.501, këta e kanë bërë atë 7.000, e aprovuan që a erdhi nga Sërbë. Pra, gazetare, unë nuk doa të umbas koho me këte, Balluku është këtu, nuk është larkë, e keni këtu në Shqipëri, do hyjë në burg. Unë ja thash qëra dhe parë Ballukut, unë ja thash për para Saliut, unë i kam thënë dhe Edit, dorëzoni vetë, mund të keni litësi, në qoftë se shqiptarët do t'ua falen. Unë jam betuar që do bëhet gjyq popullor nga shqiptarët, pra atë që u keni bërë ju. Unë e njerë po e përsërit se do arrestojnë shumë, gjyqtar, prokuror, avokat të quajtur, janë 10.000 avokat falsë që i kanë një mashtruar. Unë po e përsërit e njerë që ne gjyqtarët, ne prokurorët, ne avokatët, dilni dhe thoni të vërtetën kush u ka shtyrë që i keni shtyrë gjyqjet për 35 vjetë. Kush u ka shtyrë që keni futur njerëzit në burg për një dritë. Kush u ka shtyrë që një njeri që ka mbjell domate e keni futur në burg. Kush u shtyri që në Vlorë një grua, një plak nën 89 vjetë se bënte kotecin e pulave, e dënuat 6 muaj. Kush i ka bërë këto, dilni më mirë vetë se që të gjithë do vini në burg. Dhe disa më shkruajnë pse ti je në burg do hanë para tona, jo dashur shqiptar. Këta do bin rrugët, këta do pastrojnë Shqipërinë, deri sa ta kenë atë shpirt. Nuk kanë kuven që mendojnë se mos i zëvendës kryemisi. Ja, ne i kemi kyçat, qelsat. Edhe ai zëvendës kryemisi do vi këto ditë, që është, pa i shëndosh e mirë, kur të vi do të shgoni çfarë ka bërë dhe ai. Pra, mos kini hallë shqiptar se do të ikur. Këtu do t'i sjellën të gjithë. Pra, kaq desha të thoshe për këtë njeri që këta tash po mashtrojnë, po dalë PD-ja që unë e kam bërë për të arrestuar këtë. Pra, këta do arrestojnë nga PD-ja, është një numër shumë i madh. Që ne Berisha dhe deri në fundit që kanë qenë në Sheu, në Noka, në Ndoka, qanë ata emra, që të gjithë do arrestohen, që të gjithë do konfiskohen, janë konfiskuar të shumtit, po të gjithë do konfiskohen. Konfiskimet do t'u jepin shqiptarëve direkt. SPAK jep goditjen e papritur. Dosjet e bushme të fundit që ka në dorë Domani. Profesor, a keni ju djeni kush e ka radhën në listën e SPAK-ut? Ja, pra, Domani është ky që gazetarët, kryetarët e partive, bërtesin, thresin, iku Domani. Iku Domani do zgjedhëm 4 të tjerë. Ajo, Kellepeja, e mërovi gjoja 4, një nga ta për të zgjedhë. Domani e thot mirë aty, dosjet e bushme, që ka në dorë. Ja pra, dëgjoni shqiptarë qa dosje ka. Dosjet e piramidës, e kuptoni, sa veta do hynë në burg. Dosjet e 97-ës. Dosjet e naftës që i shpunu Serbi që vranë Bosnjakët dhe në 99 në Dëbor vranë shqiptarët tonë kosovarë. Dosjet e Gërdecit, që vranë të rinj dhe nën e tyre vjen çdo ditë në Tiranë
dhe rrinë dere gjyqit dhe dere gjyqit tallet me nënën, që kërkon drejtësi për të birin. Kurse ai që ishte ministër i mbrojtjes, e muar nga rruga një rrugaç dhe e ben dhe ai breth më të 4 anët që ka tregti në Amerikë kudo që ne i kemi mbyllur. Pra, 21 janari nuk harrohet dashur shqiptar. U vranë 4 persona, i lanë fëmijë, e lanë vajzën të re që sot vajzë e tij është në universitet. I lanë, ata erdhë, bukë s'kishën ngrënë, erdhë me qisma, erdhë të ndërsitur, se s'kishë sa punë të lashin. Erdhë për të parë një ditë të bardhë që këta i gënjenin, hajdini në demonstrat, se kur ta marrëm në përseja, me pisat e komunistave, të qelbësirave, kur ta marrëm ne do të futëm në punë, se kështu është bërë këtu. Kur e merr një parti të dyja bashkë janë, edhe pastrusja që pastron ndërrohet. Unë nuk kam thënë 1000 herë, 800.000 japën parat për pleqëri, për pensionistat. Janë 420 dashur shqiptarë. 380, do me thënë janë që jip një rogat kot që ti ishin për votat e tyre, ti ndani një pëse, një pëde. A e shini se janë bashkë? A e shini se Berisha tha nuk shkoj në parlament se nuk ishë zgjedhje. Vajti në parlament se i përqet. Mendovi dhe beduan ata se do vem në parlament, do bëhemi deputet, e s'na prek njëri. Ju e patë dashur shqiptar, ajo Franca që është ka i vjet, i pari presidenti Francës është në burg, 5 vjet. Lere shton njërzit me roje. Është në burg si të tjerë, kurse në Shqipëri e një nën shtatzane do të tronditet fëmija nga arestimet që do bëhen këto ditë, por dasma e madhe që do bëhet, do gëzohen shqiptarët, do dritë Shqipëria, do vinë fëmijë nipra së nipra për të gëzuar vendin e tyre dhe për të parë të dalë në fjalë e Dumanit, Dumani do t'i arrestojë të gjithë atë ditë që ne shkojmë në vendet dhe përzyrat, atë ditë nuk ka më SPAK të dashur shqiptar, se SPAK-u është bërë i vetmi në tokën e Shqipërisë për të arrestuar 35 vjet e për të marrë pasurit e tyre që i kanë vjedhur shqiptarëve. Pra SPAK-u, ky djali i ri që shini, ky do t'i arrestojë të gjithë, jo se do, sepse dosjet janë përfunduar. Dosjet do t'i shini kur të vendë dhe për gjyqet, por nëse ju do bëni gjyq dhe ju pyes përsëri, ju që shikoni, ju që në ndiqni, që e kini me shpirt që e doni kombin e Shqipërisë, unë u pyes ju, a doni gjyq popullor? Do jetë kushtetute Amerikës, tamam si dikur kanuni. Ligji një për të gjithë. Dhe do votojnë deputet, senator, direkt të dalin nga shqiptarë. Nuk ka më KQZ, ajo KQZ, ai mjekrua që është në KQZ, ai do vdes në burg. Ai duhet arrestuar 4 vjet përpara. Ai doli dhe tha, po, fitoj filani, por nuk e vuri vulën, sepse priste nga Evropa. Ja pra Evropa i tha jo. Ajo Evropë e mallkuar. Ajo që doli një dizle që tha, po, nuk u bën zgjedhje të mira. Po ne i kemi në listë. Çfarë kanë vjedhur në tokën e Shqipërisë? Qa pazare kanë bërë për 33 vjet? E quaj që më 92-shin në prill që kur hyri Berisha. Bejnë 33 vjet të dashur shqiptar. Kjo është realiteti. Pra, unë i them forca drejtorit, kryetarit SPAK-ut, se për ndryshe a i do arrestoshen. Se do arrestojnë 5-6 veta nga. Pra, e filloj arrestimin, sepse ja dhanë lej, e njerë u theme atyre të 11 dhe KL5 rrini,
lejoni të arrestohen, ahere dosja juaj mund të shikohet më ndryshe. Lini të lirë SPAK-un t'i arrestoj. Mos u mirni me thashe theme. Mos dëgjoni as për den, as për sen, sepse ata ne i likuiduam. 2 partit kanë përfunduar dashur. Nuk do ekzistojnë me në tokën e Shqipërisë, nuk do ekzistojnë me parti komuniste. Jo në Shqipëri. Nuk do ketë me. Në Shqipëri do ketë demokrat real. Se kush do ketë tokën e tij, pa pasuri nuk ka demokraci. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Unë s'kam asgjë për të thënë, vetëm t'i them shqiptarëve, dashur vëllezër, u kam thënë që do arrestohen, disa po humnin durimin, disa të futur, një 2-3 veta që shkruanin, aty që nuk është bërë asgjë, ata ishën të futur, ne i dimim cilit janë, se si që a thash, e si që i thash televizorit të klanit të Kosovës, që ne i shëgojmë sa veta ishën mbas kompjurave, mbas kemrave. Ne i dim çdo gjë. Ai ishte i përgatitur, ai djalë i ri, por i doli ndryshe. Ai mendonte se do kishte këta deputete Shqipërisë të Kosovës, po ai ishte pilinqët. Pra, unë e njoh mirë gazetarin, pra të dashur shqiptar, do t'jeni të gëzuar, këto ditë arrestojnë që të gjithë. Edhe u pyes përsëri, a jeni dakord me kushtetutën ne e kemi bërë, por shqiptarët duhet ta dinë, duhet thonë vetë. Duhet thonë vetë, ka 100 vjet që nuk thoni fjala juaj nuk ka shkuar deri më sot. Vota juaj nuk është hedhur atje ku thoni ju. Vota juaj është djegur. Vota juaj a e mbani mend para 4-5 vjet që i doqën të gjitha ato aty në Shkumbin. Kështu pra i djegën. Ato janë të regjistruar dashur shqiptar. Do të marrësh ti, ta lesh ti e ka mund gjoja s'kur zirqin. Pra të dashur shqiptari, a jeni dakord me kushtetutën e Amerikës? Ne e kemi bërë, e kemi përkëthyer në gjuhën shqipe. A jeni dakord të bëni gjyq popullor? A jeni dakord për Shqipërinë me kufi natyrore? Do bëhet dhe ka marrë fund. Në këtë drejtim i them edhe Kosovës. Kurtit. Unë të kam thënë do ketë qeveri teknike aty. Por nëse ti je i ri në moshë, që nesër, që sonte, që në këtë orë, mblidhi deputetët, mblidhi ministrat dhe betohu para këtij flamuri. Hiqe atë flamur blu. Ai flamur blu ka ngjyrën e grekëve. E ngjyrën atë kafen ka ngjyrën e serbit. Duhet dish që jesh i bindur. Edhe Maqedoninë e Veriut që e bën grekët. Demek, grekët që kanë Maqedonia. Dhe ajo është Maqedonia e Veriut. Jo, ajo është Maqedonia. Ajo është e Aleksandrit dhe Shtona. Pra, të dashur kosovar, rrini të qetë, mbajeni flamur kudo, mbajeni flamur si që erdhë të UÇK-s, trimat e UÇK-s që erdhë në Tiranë, mbajeni flamur dhe atë janë trima, mos dëgjoni thashe themet për Thaçin, sepse Thaçi ka qenë i pari që e ka marrë Amerika. Sekretari e shtetit e ka marrë që djalë të ri. Unë kam shumë foto originale. Pra, do shikoni të vërtetën, ai do dalin nga burgu, ai do tjetë përsëri, ai mund tjetë, sepse do bashkohet, mund tjetë ministr. Kjo është arsye që unë kam marrë një ministër arsimi nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga Malizi. Dhe 10 janë nga kjo tirania. Pra, kjo është e qëllimshëm që i ka marrë. Do me thënë, kur të bëhet kur të bëhen zgjedhjet të reja në Kosovë, në Maqedoni, me telefon bashkohet Shqipëria. Atë që bën populli në botë, nuk e bën as ligji, se populli e ka në dorë. Të gëzohet populli njëherë të votoj me dorën e vetë, të votoj lirinë e vetë, se nuk ka votuar për 100 vjetë.
Në kohën e komunizmit ishin 2 kuti, një e kuqe, një e zezë. Po deshe hidhen në zezë. Pra hidhin të kuqe. Kurse tash ishin 2 kuti, një e quajtur PS, bolshevikët, një e quajtur PD, spionët, edhe do hidhje detyrimisht. Unë them gjitha antarëve të thjesht që kanë qenë në PD. Ju mashtruan. E jani, mos u vi zor, kjo është foleja e demokracisë. Unë them të PS-s, djem të ri, e jani, kjo është e kombit. Mua po vi për ditë. Nuk pyes se qa ka qenë baba, familja. Si në Amerikë pyetet personi, e jani pra të bëjmë Shqipërinë. E janë një gazetarë të ri, ata gazetarë që janë mbi 50 vjetë, ata kanë shumë probleme, se kanë vjedhur kombin tonë dhe kanë bashkëpunuar me tuaj. Të dashur shqiptarë, natën e mirë, miru pafshim të henën, arestimet filluan, Balluku do të keni në burg, nuk gëzohem pse është një femër, por për demin që ka bërë, ta vuaj atë që ka bërë. E një natë e mirë, miru pafshim, bani 2 flamurët ku doj që jini. Këta 2 flamurë do valvojnë në tokën e Shqipërisë të kufije natyrore dhe në shekujt e ardhshëm. Natë e mirë. Falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.